Te Gjenerata Unë 20 ka vite që ne kemi tentu në vazhdimësi që ta kemi një ndërlidhshmëri të trajnerëve, do të thotë para se marrë vendini këtë vit, për 3 vite me radhë ka qenë ndihmës trajneri tjetër i përfaqësuesës Adrit Rosefaje, i cili ka udhëheq përfaqësuesën Unë 20, ndërsa tash ka ardhur vendini së bashku me Ndritin dhe me Egzonin që do të vazhdojnë të përcjellin. Po shoh që kanë ardhur, po pse? Arsyeja është se ne do të thotë nga ona e federatës, nga ona ime, do të thotë dhe nga ona e biseda që kemi pas me trajnerët e përfaqësuesve, edhe ata na kanë sugjeruar mirë, po edhe ne kemi pa të udhës që është patjetër domosdoshme që njëri nga trajnerët, ndihmës trajnerët e përfaqësuesës ta kemi te përfaqësuesit Unë 20, duke ditë se gjithmonë nga ata presim që në një kohë po shpresoj që jo shumë gjatë vinë na bashkangjiten atje, do të thotë këta trajnerë duhet vinë na informojnë me gjendjen e tyre, me sjelljen e tyre, me paraqitjet e tyre, jo vetëm në fushë, mirë po edhe jashtë fushë, cilat informata janë domosdoshme për neve edhe mbas të cilave ne do të tentojmë që t'i shpërblejmë ata cilët japin kontribut dhe